Mesha e mesnatës në katedralen ortodokse Ngjallja e Krishtit në Tiranë mblodhi qindra besimtar për kremtimin e Pashkës, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit ortodoks. Në thirrjen tradicionale ejani merrni dritë nga drita që nuk perëndon. Besimtarët u bashkuan në një atmosferë përkushtimi dhe gëzimi për të përjetuar momentin e ringjalljes së Krishtit. Në mesnat kryepeshkopi i Tiranës, i Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Ioani shpalli Krishti u ngjall, duke shënuar fillimin e kremtimit të ringjalljes. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Alithos o Kyrios. Në fjalën e tij, kryepeshkopi Ioani theksoi mesazhin shpirtëror të kësaj feste, duke u shprehur se ringjallja zbulon një të vërtetë të madhe. Kush ka Krishtin në zemrën e tij, nuk i mungon asgjë. Ai bëri thirrje për paqe dhe solidaritet në një botë të përballur me sfida, duke nxitur besimtarët të jenë vetë paqebërës. Le të bëhemi ne vetë paqebërës në një botë që po shkatërrohet nga urrëtia, nga lakmia dhe nga egoizmi. Por që të bëhemi paqebërës, fillimisht duhet kemi paqe brenda nesh. Bëni paqe në zemrën tuaj, thot Shën Serafimi Sarovit, dhe mira njerëz rreth jush do të shpëtohen. Pas përfundimit të meshës, besimtarët vijuan urimet me njëri tjetrin me fjalët Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, duke përcjell mesazhin e shpresës dhe jetës së re që simbolizon kjo festë. Më të mirat që do t'ja udhëroj Zotin, nëse ata do të vazhdojnë të besojnë në Zot. Ti jemi të gjithë bashkë, edhe gëzuar Pashkët. Paqe, mirëkuptim dhe zemër të bardha. Gëzuar Pashkët, ardhshin të bardha. Pashka mbetet festa më e rëndësishme e krishtërimit që simbolizon fitoren e jetës mbi vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit si themeli i besimit.